Në Kalan e Bashtovës po shkon drejt përfundimit faza përfundimtare e projektit për restaurimin e saj për ta kthyer atë në një destinacion të rëndësishëm turistik. Punimet për rikonstruksionin e kalas së Bashtovës e ndërtuar rreth shekullit të 15, që është ndër kalat e rralla fushore në vendin ton, është drejt përfundimit. Rreth 63.3 milion është vlera e investimit nga fondet e Bashkimit Evropian nëpërmjet Zyrës së Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve të infrastrukturës për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, për kryerjen e ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese në këto monument të trashëgimisë kulturore kombëtare. Të gjithë punimet restauruese në Kalan e Bashtovës, që pritet të përfundojnë së shpejti, janë realizuar duke respektuar arkitekturën ndërtuese të saj. Ish-kreu i pushtetit lokal i njësisë administrative GOS, Sinan Shala, është shprehur për televizionin Apollon se ndërhyrja do ta kthejë këtë monument kulture me vlerë historike që dëshmon gjurmët e qytetërimit dhe civilizimit në një destinacion të rëndësishëm turistik për vizitorët vendas dhe kryesisht të huaj, por edhe do të shërbejë zhvillimit të aktiviteteve të shërbimeve dhe atij ekonomik të zonës. Tonë të rikonstruktohet, momentalisht është në përfundim. Është vërtet një atrakcion shumë i bukur turistik, ka një interes të jashtëzakonshëm, sidomos nga turistët e huaj evropian, të cilët vinë pothuajse çdo ditë në këtë monument kulture, po merr atë pamjen e saj të fundit dhe ne shpresojmë dhe besojmë shumë që këtë vit do të jetë një mrekulli për të gjithë vizitorët, por edhe për neve që vazhdojmë dhe kemi këto aktivitetet e vogla këtu pranë saj. Investimet në drejtim të këtyre monumenteve të kulturës përcjellin gjithmonë atë trashëgimin ton kulturore në shekuj. Të gjitha ato vlera të jashtëzakonshme turistike që ka vendi ynë dhe sidomos i shton akoma më tepër vlerat e këtyre monumenteve të kulturës të asaj kohe. Sipas zotit Shala, nga pikpamja e zhvillimit turistik të zonës së Bashtovës, ky investim ka një rëndësi strategjike pasi jo vetëm që mundëson që ky aset kryesor turistik i zonës të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga të gjitha vizitorët, por edhe i hap rrugën planeve edhe më të mëdha të investimeve në të ardhmen në zonën e kalas së Bashtovës për të rritur efektivitetin e turizmit kulturor dhe atij natyror të zonës bregdetare.